24, 25, 26. Pa shikojni këtë djema, e maniqme, apo jo? Pse je gjë ndryshe? Mi është mësues për vësë taktika që këmbët e mia të më bëjnë më shumë të shpejt. Besoj se unë e kam bërë atë, siç I thoni ju a hodha bukur. Bukur, por pse? Për shkak të garës së ardhshme që do të vi. Nuk mund ta besoj që po fillon gara e dagedare, e shpejtësisë të madhe. E maniqme. Për mirë ta besoj, sepse tashmë është këtu. Sigurisht që e besoj Razer, por është thjesht një ëndër e bërë realitet kjo gjë. E di sepse kështu e di dhe unë. Le të fillojnë gara e dageshtat. Ju nuk mateni dot me shpejtësinë time. E shikua sa shpejt shkoi ai çuna? Wow, ne kur nuk e kapim dot atë. Vërtet? Atëherë shiko këta. Ej, djali robot, ti asë shumë të krahasi me mua. Ti je gjithashtu një robot. Po ka një ndryshim të vogël, sepse unë jam robot I shpejtësisë. Juhu! Dy koka makinerike ka rritur shpejtësinë si asnjëherë më parë. Parishin që këta herë dagetarët ka shënuar fuqishëm në këtë xhiro të garës, dhe me siguri do thyrë një rekord të ri në garën e shpejtësisë. Ja përse mbaj me vete gjithmonë nga pas që shpërthyes shtesë në garë. Shikemi. Sekreti vërtet është të jesh I shpejt, por jo I nxituar. Kontrolluesi I dezaktivizimit të plot. Mbledhja e pozicioneve të sistemit. Gabim. Po, tani kuptoj se çfarë nevojitet mjeshtet të metalit. Shpejtësia, po të jesh në kontroll. Okor. Ai shkatërroi çdo rekord të mundshëm. Çfarë shpejtësie! Ju të gjithë po mësoni shumë mësime në garë në dimensionin 33. Atëherë, kur do ta kemi mundësinë e plotë që të sprovohemi mjeshtër? Kam frikë se shumë shpejt do të vi kjo ditë. Shumë shpejt. Dagedar.